I apasionuar pas motorave, ky është 25 vjeçari që humbi jetën pas aksidentit tragjik. Ky është i riu të cilit ju pre jeta në mes paraditën e së martës pas një aksidenti tragjik në aksin rrugor Shkodër-Velipoj. 25 vjeçari Xhevair Maksuti u përplas nga një automjet në afërsi të Bërdicës. Në momentin e ngjarjes i riu ishte duke lëvizur me motor kur automjeti, i cili ishte duke dalë nga një gomisteri, e përplasi. Fatkeqësisht, si pasojë, Maksuti humbi jetën në spitalin e Shkodrës. Ndërkohë, në rrjetet sociale po qarkullojnë foto dhe video të riut. Kanë qenë miqtë e tij, ata të cilët zemërthyer kanë publikuar foto të 25 vjeçarit, i cili, siç shihet edhe në pamje, ka qenë i apasionuar pas motorave.